Arrudimet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kanë marrë një përmas tjetër duke detyruar familjen e Selin të reagojë ashpër përmes faqes së saj zyrtare në Instagram. Shkak është bërë një video ku dëgjohet Miri të flas me bindje se Selin nuk është e lumtur në marrëdhënien e saj me Gimbon, duke lënë të kuptohet se ajo ka pasur ndjenja për të. Kjo narrativë është mbështetur edhe nga Joela, e cila ka aprovuar mendimin se nga ana e Selin ka një pëlqim. Në postimin e bërë në profilin e Selinit, familjarët e kanë cilësuar këtë situatë si një turp të madh. Ata theksojnë se është e prapranueshme që një burrë i martuar në moshën 47 vjeçare të përpiqet të krijojë një histori të paqen me një vajzë 23 vjeçare, vetëm sepse kjo e fundit ka vendosur të mbajë distancë. Sipas tyre, nga ana e Selin nuk ka pasur kurrë asnjë ndjenjë për të, por vetëm një raport loje dhe korrektësi njerëzore. Reagimi sqaron më tej se Selin nuk ka dhënë kurrë sinjale të dykuplimta apo flirtimi, pavarësisht se afërsia e tyre brenda shtëpisë u komentuar gjerësisht si diçka më shumë se miqësi. Familja shprehet se deri tani kanë heshtur sepse Selin ka ditur ta mbrojë veten me dinjitet, por deklaratat e fundit të Mirit i kanë cilësuar si një përpjekje të ulët për të goditur figurën e një vajze të re, thjesht për të ushqyer egon e tij mashkullore. Në mbyllje të reagimit, familja konkurrente si drejtohet publikut duke thënë se publiku e sheh dhe e kupton, duke vënë pikën këtij diskutimi që ka të rrëzuar ujërat si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Ky reagim vjen si një mbrojtje e hapur ndaj Selinit, duke prerë çdo rrugë për spekulime të mëtejshme rreth jetës së saj private dhe ndjenjave të saj jashtë formatit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.